për magjit e tyre sakrifikojnë foshnja të vegjna, fëmijë të vegjël, foshnje, bebe, marrin dhe masakrojnë, që me gjakun e tyre të bëjnë magji të ndryshme për ta udhëheqë botën. Njerëzit që s'kan din dhe iman, ata nuk din çka bëjnë. Allahu azza wa jalla për njerëzit që s'kan din dhe iman, thot belhum adall. Thot ato janë sikur kafsht, sikur hajvanate, pastaj thot Allahu azza wa jalla bile thot këto janë beter hajvanatet. Bile këto janë beter hajvanatet. Njëri që s'ka din, që s'ka iman, që s'ka fe, a s'ka kur një farë usullin në jetë, a s'ka kur një farë mëshire, a i s'din as shka është e bardh, as shka është e zes, a i jetën e ka epsh. Dhe a i epsh e bën rob të shejtanit, e bën rob të shejtanit. A keni kuptu që shtash pse në xhallart dhe gjithë musliman themi elhamdulillah që Allah na ka bën musliman. Me këto miliona dosje që dalin nga dosjet e Epsteinit, e kuptojmë në musliman kush është duke udhëheq botën. Dhe se zërat e ka hmoqme me dekada që vinë për leadershipin e botës, se hajnë njerëz të gjallë, se masakrojnë fëmijë të vegjël, se përdhunojnë vajza të vogla, djem të vegjël, se i hajnë kanibalizmi që është një sëmundje në rritje e sipër, se hajnë njerëz të gjallë dhe hajnë mishnjeri, dhe se vrasin për qef. E zërat e ka hmoqme që për magjit e tyre sakrifikojnë foshnja të vegjna, fëmijë të vegjël, foshnje, bebe, marrin dhe masakrojnë, që me gjakun e tyre të bëjnë magji të ndryshme për ta udhëheqë botën. E faraoni, kur kemi folë për faraonin në kohën e Musës, se mbretninë e vet e ka mbajt edhe me magji, dhe se këto njerëz, ky leadership edhe sot me magji dhe me lloj-lloj gjëra të fllëçta do të mbajnë pushtetin e tyre, e kuptojmë dhe themi me plot guxim elhamdulillah që jena musliman. Për ndryshe, do të kishmi qenë beter këtymve hajvanatve që përmenden në fajlin Epstein. Wallahi edhe kafsha që është kafsh, ka një mëshirë ndaj të voglës së vet. Edhe bota shtazore e ka një kodeks, e ka një rregullore, e ka një rend, e kanë edhe ata një instinkt. Ato s'kan logjik, po kanë instinkt. Njerëzit që s'kan kur një farfeje, që kryesisht ky iluminat dhe këto rende dhe këto organizata të fshehta botërore, këto nuk kanë kur një farë njerëzie, kur një farë karare, kur një farë usulli, dhe kuptojmë se kush i udhëheq njerëzimin në përgjithësi. Dhe kuptojmë se kush i ka inicu gjatë këtyre viteve luftat në përbot. E kuptojmë se kush i ka prish shtetet që kanë pas mirëqenje dhe rati, që kanë pas rend, kanë pas një farë. Natyrisht ato justifikime gjithnjë i kanë pas, janë shef pas demokracisë apo pas ndonjë arsyetimi tjetër, por gjitha dalin pas gjithë kësaj se janë të pabaza. Se maca me minin kanë ndetë dhe kanë qëndru bashk në ishullin e xhehenemit, se ati ishullit e kanë gjitë emrin ishulli i parajsës, pa është ishulli i xhehenemit, kanë ndetë bashk nga nga tjetër e kanë shkatru dhe e kanë djekë dhe e kanë prish një civilizim, një njerëzim, një shtet me miliona, me mira,
njerëz të vrarë, dëbum, e të shkatrum vendet, civilizime, ekonomi, si dush të i më ndër. Njerëz të thot bisha, njerëz monstra, që një musliman kur që kishtë ju vetë vetës me bo një gjëtë tjilë. Dhe tjeni të bindur se atë që e dim dhe shohim ne, është 1% prej 99%. Dhe gjithë bota është e të merume nga ajo që ka pa. Dhe gjithë bota është e të merume nga ajo që ka pa, dhe sa për informat, asë një medium i madhë botror nuk është duke e bo këtë temë. Asë një medium i madhë botror nuk është duke e bo dhe nuk është duke e trajtu këtë si ndodhi, e cila ndodhi ka lëkund stabilitetin e botës, rahatin e njerëzimit, besimin e njerëzimit në institucione, në për njerëz, në për prirës, udhëheqës. Dhe kuptojmë edhe nivelin e moralit që realisht si cilin njeri që përmendet me emër aty, ajo që duhet mu largu nga skena politike, ajo duhet mu largu krejtësisht nga njerëzimi me shku ndë një mal me jetu, se ajo është më turp me jetu në mesin e njerëzve pas gjithë atyre të bombave që i ka bo. Edhe do të aboj edhe një sent si pyetje, vetëm të e kuptojmë krahasimin, vetëm llogariteni një hoxh, vetëm një hoxh kishte qenë i përzim në gjithë këto emra. Çka do të kishte ndodhur? Ama s'mundën me gjetë musliman hakikat të përzim në për këto gjëra. Se muslimani hakikat, a i ka insanlëk, ka njerëzillëk, ka iman, ka besim, ka rahmet, ka mëshir. A petë do i thamë për fund, elhamdulillah që jemi musliman. Dhe Allahu natë e ditë e falendërim që na ka bo musliman e na ka bo ummeti Muhamedit më të mire, më dashët Allahu te bareke ve teala.